Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahun azza wa jalla falenderojmë. Ai është Zoti I botëve. Ai është krijuesi çdo gjëje. Dhe ai është sunduesi dhe gjykatësi në ditën e gjykimit. Dëshmoj se vetëm Allahu meriton të adhurohet. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Lavdet e Allahut dhe paqja e Tij qofshin mbi të dërguarin ton, mbi familjen e Tij dhe mbi gjithë shokët e Tij. Vazhdojmë me shpjegimin e mëkateve të mëdha nga libri El-Kebair, që dhe kështu quhet dhe libri siç e dim mëkatet e mëdha, I autorit Muhammed ibn Abdul Wahhab radiallahu anhu ose rahimahullah, Allahu mëshiroft. Dhe kemi mbet te kapitulli ku thot autori bab ma jaa fi idlal al-a'ma 'an at-tariq. Kapitulli rreth devijimit të verbrit nga rruga. E dim që njerëzit ka nevoja të ndryshme dhe njerëzit ka nevojë të udhëzohen e të drejtohen në situata të panjohshme ose në vende të panjohshme. Mirë po për njerëzve që më shumë t'i ka nevojë të udhëzohet, të drejtohet, të orientohet, është I verbri, I cili nuk sheh. Mirë po gjithsesi ndër mëkatet e mëdha patjetër është kur njeriu e shfrytëzon pa aftësinë e të verbrit dhe me çorientu ose me deviju nga rruga. Se miri, e sheh që është duke dal nga rruga, është duke ra dikun në rrugë ose duke rshit ose diçka dhe e orienton, domethënë që të del nga rruga ose e devijon. Autori në këtë kapitull ka sjellë një hadith ku përcjell Abu Huraira radiallahu anhu se I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la'ana man adalla al-a'ma 'an at-tariq. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana man adalla al-a'ma 'an at-tariq. Pra transmeton Abu Huraira se I dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka mallku atë I cili e devijon të verbrin nga rruga. Pra pejgamberi alayhis salam e ka mallku, e që kemi përmend sa herë që ndër format e mëkateve të mëdha ose kur dihet që një mëkat është I madh, është kur për atë person ose atë vepër ka ardhur mëkat mallkim qoftë nga Allahu ose nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithsesi kjo nuk është njerëzore dhe nuk kemi çka me komentu më shumë këtë. Se sa pa njerëzishme është kur njëri e bën një mëkat të tillë ose një gjëna të tillë. Në vazhdim, autori sjell kapitullin e radhës bab tashii' al-fahisha fil mu'minin. Kapitulli rreth përhapjes së immoralitetit në mesin e besimtarëve. E që një nga mëkatet e mëdha është edhe kjo, që njeri të vepron në përhapjen e mëkateve, immoralitetit në mesin e besimtarëve, ti përhap ato, të ketë dëshirë të përhapen ato, të nxit tjerët me përhap ato. Dhe këto autori ka sjell vetëm ajetin kuranor në këtë kapitull ku thot Allah subhanahu wa taala: innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Allah azza wa jalla në këtë ajet kuranor pra thot: me të vërtetë ata të cilët dëshirojnë të përhapet immoraliteti në mesin e atyre që kanë besu,
për ta është përgatit dënim i dhimbshëm këtë botë dhe në botën tjetër. Pra Allahu i kërcënon me dënim, i kërcënon me ndëshkim këtë botë dhe në botën tjetër, ata të cilët dëshirojnë me u përhapin moralitetit. Paramendo ata që e përhapin. Paramendo ata që janë konkretisht pjesë e përhapjes së moralitetit. Vetëm me dashur mu përhap ajo, njeri bën mëkat të madh. Pastaj autori sjell kapitullin e rishfetit, që gjithsesi është nga mëkatet e mëdha, babu rishwa, kapitulli rreth rishfetit, së rishfetit, ku fillimisht sjell ajetin kuranor, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Sot Allah azza wa jall mos i shitni ajetet e mia me një çmim të vogël. Pra ajetet e mia, shariatin e Allahut, ligji i Allahut, mësimet e Allahut, feja e Allahut, urdhat e Allahut. Pra në momentin që njeriu jep rishvet ose merr rishvet, bëhet shkaktor që mos zbatu ligji i Allahut, mos më marr parasysh ajetet e Allahut, mos më marr parasysh urdhat e Allahut të zotët. Kjo është shumë i përgjithshëm realisht, po gjithsesi këtu bën pjesë edhe rishfeti. E mas këtij ajeti sjell hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë i dërguari alayhi salatu wassalam, la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi. Allahu e ka mallkuar atë që jep rishfet dhe atë që merr ose pranon rishfet. Padyshim se në një shoqëni ku përhapet rishfeti, ajo shkakton fesat të madh. Kjo bën që mushkel shumë drejtat e njerëzve, që shumë njerëz me marr përfitime ose të drejta të cilat nuk u takojnë, e shumë njerëz që meritojnë ato të drejta mu privu prej të drejtës së tyre. Kështu që humbesa, përhapet tradhtia e mashtrimi vetëm me arrit deri te rishfeti se me marr rishfet. Për ata thot Al-Hasan al-Basri rahimahullah, idha dakhalat ar-rishwa min al-babi kharajat al-amanatu min al-quwwa. Thot kur rishfeti hin prej dere, besa del prej drejtare. S'mune mu bo bashkë të gjë. Humbesa në punë. Mo nuk ka drejtësi. Ai që është përgjes pastaj, që me qutë të drejtën në vend, hakun e njerëzën në vend, në momentin që dikush i ofron diçka, ai i jep përparësi atij. Pra aty ku zën vend rishfeti, aty ka tradhti, ka zullum, ka forma ndryshme pra, ose përmbledhen gjitha këto të këqija. Meqense ka raste ku ndoshta njeriu për me ardhi të haku i vetë detyrohet me dhënë rishfet. Ose me ik një zullumi ose një pa drejt që po i bëhet, detyrohet me dhënë rishfet. Ato janë raste përjashtuese, mirë, po shumë duhet me pas kujdes se ndoshta njëri e mashtron vetveten duke menduar se është hak i tij e drejtë e tij, ja qel veti këtë derë. Kjo është shumë e rrezikshme. Për ata to janë raste përjashtuese, janë raste të cilat janë shumë më rroll, po ajo që është dukuri në shumë vende, në shumë shoqëni, është rishfeti në mënyrë të padrejtë dhe rishfeti ku shkelin domethënë të drejtat e të tjerëve. Autori në vazhdim sjell edhe një hadith, i cili realisht është hadithi i dobët, po në këtë hadith janë 3 persona që mallkohen. Janë ai që jep rishfet, ai që pranon rishfet, dhe ai që është mes tyre dyve, ndërmjetësuesi. E që edhe pse hadithi është i dobët,
Gjithsesi kjo hin në ajetin parim, në ajetin që është rregull, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ndihmoni njëri tjetrin në devotshmëri, në bëmirësi ose vepra të mira dhe devotshmëri. E hastesi mos e ndihmoni njëri tjetrin në armiqësi edhe në mëkat. Kjo është ndihmë në mëkat. Dhe gjithsesi edhe ajo ka hisën e ndëshkimit dhe kërcënimit. Në vazhdim autori sjell kapitullin e radhës, i cili nuk është larg kuptimit të temës paraprake. E ky kapitull është bab hadaya al-umara ghulul. Dhuratat që jipen zyrtarëve janë tradhti, janë mashtrim. Dhe në këtë kapitull autori sjell hadithin cilin transmeton Buhariu dhe Muslimi, ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam një person e cakton dhe ngarkon me detyrën e mbledhjes së zakatit. Dhe ky person kur kthehet me zakatin që ka mbledh, thot ky është zakati. Zakatin në produkte të ndryshme, në mesin e tyre edhe në blegtori edhe në bujqësi edhe në gjitha. Dhe thot, ky është për juve, pra është zakati me cilin jam urdhëruar me mbledh. Thot, e kjo më është dhuru mua, dhe më thonë më është dhonë hedhije mua. Më kanë dhuru mua. Andaj zemrohet i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe ngritet të thot, dhe që kjo këshill mos jetë vetëm për atë person, po për gjithë pastaj. Sot çka është çështja kur ne e caktojmë një person me atë që Allah na ka ngarku, pra këtu janë detyra shariatike. Këtë rast pejgamberi asojmë është udhëhec shteti. Dhe udhëheci ka për detyrë me çun vend zbatimet e Allahut, për ty është edhe mbledhjen e zakatit dhe me ia dedikuar të varfërve. Sot kjo është detyra e Allahut, me këtë jemi urdhëruar, e ne e caktojmë njonin, e ngarkojmë me këtë detyrë dhe pastaj ai vjen dhe thotë kjo është për juve, ndërsa kjo tjetra më është dhuru mua. Dhe flet në mënyrë çortuese. Fa halla jalasa fi bayti abihi aw bayti ummihi fa yanzur hal yuhda ilayhi shay'un am la. Sepse s'ka në shtëpinë e nonës vet ose të babës vet ose të nonës vet, edhe me këshir apo i bie dikush hedi ajo. A shiqore është pse i kanë dhënë ato, i është dhuru atij ajo pjesë e madhe. Ose që me ndja të afërsinë kur del me marrë njerë që me zbut, mos më marr hakun tamam, ose me bolshime, ose diçka. Thonë, mos ty në gjonave, më shefen qëllimet këqija. Dhe kjo është, nuk ka asgjë ai drejt më shumë se sa muslimanët e tjerë, në atë që është dhuru. Kështu që, pejgamberi alayhis salam vazhdon e thotë, pasha atë në dorën e cilit është shpirti i Muhamedit. S'ka njeri që merr diçka bi ghairi haqqi, pa të drejtën e tij ose pa drejt, illa laqiya Allah wa huwa yahmiluhu yawm al-qiyamah. Vetë do të takon Allahun azza wa jall duke e bart ato që ka marrë me miqafën e tij. I ngarkun pro, ajo do të rënon. Kjo gjë që ka marrë pa hak dhe pa drejt do të ngarkohet me të. Dhe vazhdon e thot, in kana ba'iran lahu ruwag. Thot nëse ajo që e ka marrë pa drejt është deve, do të vjen ajo tu bërtit. Nëse është lop, duke pall, nëse është dele, duke blegru. Thon, pse? Në dynja nuk ka mall për mundrua. Në dynja ka punë të mira dhe punë të këqija. Ky mall me cilin një ngarku këta njerëz nuk është pasuni për ta. Kjo është për mi bo hol. Kjo është për mi poshtru para krejt njerëzve. Koftë të cilat bërtasin, sikur i thirrin njerëzit që drejtohen dhe të shohin kush është ky njeri që ka marrë këtë mall pa hak. Dhe vazhdon e thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
pastaj thot i ka ngrit duart as lart, sa që i kemi po edhe të bart e nënsjetullave të tij, dhe duke thonë pastaj Allahumma hal balagh, Allahumma hal balagh, Allahumma hal balagh, pra 3 herë. O Zot, e kuptova. O Allah, e kuptova pra mesazhin se kjo është e padrejtë, kjo është mëkat i madh. Kanë ardhur hadithe tjera ku njerëzit vinë situata të tilla dhe thonë kërkojnë ndërmjetësim te pejgamberi alayhis salam. Vjen njëri i cili ashtu me deve, tjetri vjen ka marr kali, tjetri ka marr dele, tjetri ka marr ari, pastuni, tjetri dhe vjen kërkon ndërmjetësim te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi ju thot la amliku laka shay'an qad ballaghtuk. Thot nuk kam dorën time asgjë me ndihmu. Thot unë e kom kumtu, siç ka qenë këtë hadith, unë e kom kuptu mesazhin. Dhe ju kom paralajmëru pra. Andaj njeriu duhet të i kujdesshëm kur ka një pozitë zyrtare, kur ka një detyrë për cilën paguhet, kompenzohet, atëherë keqpërdorimi asaj detyre zyrtare dhe përfitimi nga tjerët është i ndalur. Pastaj autori përmend kapitullin e radhës ku thot bab al-hadiyatu ala ash-shafa'a, kapitulli që flet rreth dhuratës për ndërmjetësim. Pra, edhe kjo nuk është gjatë që është e rrodha, kur dikush i kryen dikujt një punë, një shërbim, një hak, ose e mbron nga një padrejtë që është bë, ndodhet shpesh që nështë njerëzit i thojnë t'i japin ai dhuratë, ose t'i shtrojnë një dorë, ose një drekë, ose një diçka për kinse atë mirë që ja ka bë. E realisht, dhurata që merret për ndërmjetësimin është e padrejtë dhe pa hak. Se ndërmjetësimi është 2 lloje. Është ndërmjetësimi me hak, pra ndërmjetëson që dikujt më dhon haku, e gëzon një hak, i takon një hak, dhe ti ndërmjetëson që një me marr ai hakun e tij, ose po i bëhet një padrejtësi dhe njeriu ndërmjetëson që një me e pengon me i bëj padrejtësi, e që ndërmjetësimi në këtë situatë është vepër e mirë. Në disa raste preferume, ka raste që është obligim. Dhe pse mu kompenzu këtë situatë, kur ai është një mirësi që ai ja bën një të mirë. E padyshim që te Allahu ku me gjithë shpërblimin. Mirë po kompenzimin për të e merr pa hak. Se ka obligim. E ka obligim me mbrojt drejtën e vllaut tij. Ose nësë është pa hak këtë ndërmjetësim, pra ndërmjetëson me marrë diçka që si takon, apo ndërmjetëson që me i pështu me ik një përgjithësie që ko, ai do të me dhonë përgjithësi dhe ai e pështon, atër me çfarë haku e merr kur realisht e ka ndihmuar keqen. Tash prapë edhe një të keqe tjetër. Ati ngarkohet që ka ndihmuar pa hak, ne ngarkohet duke marrë hedije dhe shpërblim për të. Andaj shpërblimet që merren për ndërmjetësime janë japen pa drejt. E këtu mundum me ra një pjesë e madhe dhe njerëzve të cilët ruhen. Që ndoshta i ruhen rishfetit, i ruhen zonave tjera, mirë po këtu shumë njerëz ndoshta mendojnë që i kum bëni të mirë, i kum bëni diçka sa kur gjë me marrni. Mirë po kjo hadith, ose autori vërdim sjell hadithin e cili na paralajmëron, domethënë nga kjo situatë ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men shafa'a li akhihi shafa'atan fa ahda lahu hadiyatan 'alayha fa qabilaha faqad ata baban min abwab ar-riba. Thot ai njeri i cili ndërmjetëson për vllahun e tij në ndërmjetësim
pastaj për të, për çfarë ndërmjetësim i jepet dhurat diçka, dhe ai e pranon vetë se ka hi në një derë nga dyert e fajdes, komotës, ribos. Pro sikurse që riboja, fajdja, komota e prish mollin, e prish pasunin, qashtu kjo hedije e prish atë vepër të mirë që e ke bo. Edhe nëse është me hak, s'po flosëm që është pa hak, po është e qartë. Po me hak, edhe me hak kur e ke bo ti, e prish atë punë të mirë. E ke bo bëne për Allahun dhe mos kërko, dhe insisto mos me pranu, dhurat dhe hedije për ta. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu thot, السحت أن يطلب الرجل الحاجة أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدي إليه فيقبلها أو سيهدى إليه فيقبلها. Sot السحت është përfitimi i palitshëm, e që është prej cilësive të jahudive ka përmend Allahu në Kur'an. Sot është njeriu të kërkon për një nevojë diçka, ju plotësohet nevoja e tij, pastaj jap hedije. Dhe ai e pranon. Pra pranimi i kësaj hedije e ka thënë që është përfitimi i palitshëm, është suht. Bile edhe në përkthime, në disa përkthime të Kuranit edhe shqip kur e gjonin përkthimet e këtij ajete, suhtin keni me gjithë rishvet. Se e kanë shpjeguar ajetin bosi ti komentimi që ka bë Abdullah ibn Mas'udi. Se me qenë se çdo lloj përfitimi është i ndalum, i palitshëm që është. Mirë po është shpjeguar me një nga llojet e përfitimit palitshëm, është shpjeguar ky ajet kuranor se është fjala edhe për rishvet, sidomos për rishvet. Prap në një transmetim tjetër përmend për Abdullah ibn Mas'udit radiallahu anhu, sot من رد على عن مسلم مظلمة فأعطاه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. Gjithashtu ka thonë, nëse mbrohet besimtari nga një padrejtësi, dhe ose ai i cili mbron një besimtar, një musliman nga një padrejtësi dhe pastaj i japet diçka hedije, dhurat, shpërbim, qoftë ajo e vogël apo e madhe, ajo dhurat për Allah hedije është suht, është rishvet, është përfitimi i palitshëm. Dhe i thënë, o Aba Abdurrahman, kjo ka qenë kunja e Abdullah ibn Mas'udit, thot, na kena menu që suhti është rishveti në gjykat. A gjykat që atje mi dhonë rishvet, kur do me gjyku diçka, çaj është suht. Çaj është, e kanë kuptu vetëm që ta rishvet, ha? Abdullah ibn Mas'udi rishvetin pe komenton që është edhe shpërblimi, edhe dhurata që jepet kur bën ndërmjetësim për dikën, për është kuptim më i gjonë rishvetit, se so vetëm gjykot. Atër, Abdullah ibn Mas'udi thot, se dhalike kufrun, ajo është kufër, ajo quhet kufër, edhe me haron. Edhe lexon ajetin kuranor, wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun. E kush nuk gjykon me atë që ka zbritur Allahu Azza wa Jalla, të tillët janë mohues. E që këtë ajet Abdullah ibn Mas'udi ka përkthy kufër dune kufër. Kufër, jo kufër që nxjerr njërin prej feje. Meqense se ky ajet i përfshin gjitha llojet e kufrit varësisht prej nivelit të tij. Dhe po përmendëm edhe një kapitull të fundit për sonte, kapitulli Babul Ghulul. Kapitulli i tradhtisë ose përfitimin nga preha e luftës ma thjesht el-ghulul ka edhe këtë kuptim, ose këtë kuptim, përfitimin nga preha e luftës para se mundoja. Preha e luftës që takon ditë shariatikisht, ju takon pjesëmarrësve në luftë me hice të caktuara, pastaj shtetit, Allahut, pejgamberit alayhis salam, pra vendet dhe kategorive të varfër nevojtar që i ka caktuar Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Në këtë kapitull autori fillimisht e sjell ajetin kuranor ku thot Allahu azza wa jall, "Wa ma kana li nabiyyin an yaghul."
Sot është e pamundur që një pejgamber të tradhton, pra të përfiton nga preja e luftës para se mundoh. Allahu Azza wa Jall i ka zgjedhur pejgamberët njerëz më të mirë. Pejgamberët janë të mbrojtur nga mëkatet e mëdha. Në mëkat sikur ky nuk ndodh me bë pejgamber. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. E kush pro bën hila, ndon, përvetson, mshef, vjedh nga preja e luftës para se mu do diçka, ai do të sjell atë ditën e Kiametit. Siç që në hadith më herët, do të jetë i ngarkuar me të qafën e tij. Autori pastaj sjell hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot, ose tregon Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot posa Allah Azza wa Jall e shler Khayberin. Po ja atribon këtë mirësi Allahut, se ai është bërë mendimin Allahut. Pra shlirohet Khayberit. Thot kena vazhdu rrugën drejt luginës së Khayberit. Thot me pejgamberin alayhis salam ka qenë një rob, një sklav i tij i cili është quajt Mid'an. Thot dhe në atë lugin i vjen një shigjet e godet dhe vdes. Son sahabët, thot hanijen lehu bi shahadet ja Rasulallah. Lumi aj, ra shahid, o i dërgumi Allahut. Samir, hanijen, lumi aj, Samir, këtë kuptim e ka. Samir, lumi aj, ra shahid ja Rasulallah. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kalla walladhi nafsi bi yadihi. Sot kurse si pasha atë ndorën e cilit të shpirti em. Me të vërtet thot, mbuloja e shemle është si lloj çarshafi, petku se qebe, që i mështjell me të kur u bo ftoft. Sot vërtet thot, ajo mbuloj të cilën e ka marrë ditën e Khayberit, tu shliru Khayberit, për prejës të Khayberit. Sot, po djeget rrëth ti, është tu djeg rrëth ti, pro. Ka morë zjanë, nuk ka morë mbuloj dhe petë. Ka morë zjanë, po djeget sot rrëth ti. Sot që ka morë sot nga preha e luftës, lem të sih helme kasim. Edhe nuk është ndo me isën e tjeve. Ndohet takën është e jotja. Mi pën pa ndohis, halo pa ndohis e ka morë për veti. Fefezi annas. Sot o të mëru njerëz nga kjo që e dëgju. Parmendo ata po menoj njeri po shkon luft, po vrohet, po gëzohet që njeri po vdes shahid, në synin e njerëzve ky njeri ra shahid. Dhe meni pe ka rreziku jetën e vetë, gjithë atëna dhe për një mbuloj që po e merr me konë zjanë për ta. Sot Abu Huraira, sot erdhi njëri, sot me një rryp ose me dy rrypa. Shirak është rrypi i nallëve. Atëherë ka pas komi për gjithçka. Pasunim ose mallu ka një rryp e ka ngresh një nallë ose ka shfryzuar ose diçka. Rryp i nallës. Sot erdhi një njeri thot me një rryp ose me dy rrypa, cilat nuk janë vendos pranë pjesën e pasunisë për mundo, e ka marrë pa undo. Sa i dërguari sallallahu alaihi wasallam, shirakun au shirakani min an-nar ose min nar. Një rryp ose dy se këtu tash është fjala e dyshim ta ka qenë ja dy, sot nga zjarri i xhenemit. Wallahi subhanallah kur njeri dëgjon dhe shiko kjo këshill që ja jap pejgamberi sa shokëve të tij, kjo ndikon, për çata kemi obligim me këshillu njëri tjetrin. Për ata kemi obligim me fol njëri tjetrit. Për ata kemi obligim me shpjegu të drejtat që i kemi ndaj të tjerëve ose çka është hak i jonë dhe çfarë është hak i jonë. Se kërkush nuk don me hub ahiretin për një mbuloj. Kërkush nuk don me hub ahiretin për një kostum. Kërkush nuk, ai që është i mëshëm dhe besimtar nuk e bën këtë. Mirë po është neglizhenca,
mashtrimet, njeri për një moment e që dunjoja për para, për ata kemi nevojë ta këshillojmë vazhdimisht njëri tjetrin. Lësë Allah subhanahu wa ta'ala na mësoj të ruhemi nga çdo gjë që nuk është e jona, ta përmbushim hakun e Allahut azza wa jall dhe hakun e të tjerëve, dhe për vete të mos marrim vetëm atë që është hak. Dhe nëse dyshojmë që nuk është hak i joni, a është apo sa, më mirë të hekim dot. Se o vllazni, erdha jeti kuranore, so hadithe, njerëzit kanë me i bort haket e tjerëve, zullume që kanë bërë tjerëve. Nuk i hub një e drejta e njerëzve. Para se për mbyll idesin realisht me një tregim që tregon vetë Sheikh Abdurrazzaku, Allah e rujt, duke i komentu këtu hadithe dhe këtu tema. Thot isha në një vend, në një shtet, dhe mora thot në një hotel një dhomë me qëro. Thot mu dasht e paguva sot dhomë normal, mirë po thonë se duhet me pagu edhe sigurimin. E paguva edhe sigurimin. Ta ish dhomë e vetë me e lirë. Kur shkova thot mu vendosë në dhomë, personi që ka nejtë ma herët, ka pi duhan ato në dhomë, sa nuk më isha me nejtë prej dhomit e rësëron gjendjes dhomës. Edhe ata kanë tërgu që dhomë tjetër nuk ka, sot unë kërkova më u largu, edhe kërkova hakun tim. Më tha personi aty që sigurimi mund kthehet, mirë po dhoma që ke pagu nuk kthehet. O hinë sistem, o hinë kompjuter, nuk mundëm me këthi. Sa shpones, siguro ma dhomën, nuk po ma frani shërbim, me qëfar drejte po e mërë në ata. Jo, nuk mundemi, sa ti mora paret e sigurimit, sot dhe duke dali thash. Haku im nuk ka humbë. Haku im do të më kthehet nëse jo në këtë dunjo në botën tjetër. Besimtari është i bindur. Thot haku im do të më kthehet. Se nuk i drejti me marë mallin pa më ofru shërbim. Haku im do të më kthehet. Wassalamu alaikum. E ka përshëndet, me sa më dhe më dojnë. Për rreth ka kërku, ka gjetë një hotel tjetër, është vendos. Ta shaj personi, duke kërku, masanejta në shenë, ku është, ata që po di, unë jo njoft me hotele, me ka kuptu ku është, masanej u shku dhe ja ka dërgu paret e ti edhe për do. Kështu që nuk hupin realisht. Andaj, Allah azza wa jalla na rujt, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.